qëta është momenti i së vërtetës. A ki Toyota? Unë e kom blet Toyotën Corolla 1.4 dizel para 10 vjetëve, hala nuk jem kontë mjeshtri. Që 2 vjetë e kam kur as edhe një herë dhe më përveç servisit. Po. Kur nuk di shka. Hiq. So ka me qenë qmime e këti modeli, RAV4 të ri, do me thonë, jena pak momente para shpaljosjes RAV4 të ri të Toyota. Të pika e tyne në rrugën Prishtin, magistralën Prishtin Lipjan, me nëzi po pres me po qysh ko me u dog, do me thonë një trajtësisht janë të uzbullune për krejt Evropën, Kosovarët, njerëzit prej Kosovës kanë me pas mundësin me vozit RAV4 ma të ri qysh prej nesër, do me thonë, është në showroom për shitje, me nëzi po pres me u zbulu, unë jam fans, nashta fans si ma i madhe i Toyotës që nuk ka Toyota. Nashta më fund tani, na lojnë edhe me hyp pak në të. Qëta shkëna me morë informacion prej përfaqësuesit Toyotës? A ki Toyota? Po, jo, unë jo. A s'ki, a? A ke vozit në janë? Toyota? Jo, a? A s'one? Veç po menoj me morë një. I livdojnë shumë. Qëta është momenti së vërtetës, a? Toyota RAV4 2026. Hajde. Wow. Gorgeous, do me thonë, anë i kuqe. I kuqa i vëjgjakta. Për mëtë ka kejtë. Fantastik po doke, do me thonë nartë. Wow. Qërë qitë pjesë. A i ke po qysh është tripe në kire drita të ndërën gjithë. Dhe më thonë se ja të shkunet, ja buë dhe shka. Gjithë. Dhe më thonë që 2 vjetë e kam kur as edhe një herë dhe më përveç servisit. Po. Kur nuk di shka. Hiq. Jo se pas ke morë të vjetër. 40.000 kalume e kom morë. Nejse, me 40.000 së është edhe pak. Po, e vërtet. Së për asti kërë 40.000 Qëre kalume. statistikisht është vetura ma e shqitur në botë për vitin 2025. Për njëme? 10.5 milion shqitje i ka pas Toyota në përgjësi. Është e vetëmja vetur që ka 10 vite garancion. Edhe në 3 është, do me thonë, e vetëmja vetur që e ka mri milionshin me njashtë vetin, ta është për di shqip që i thojnë drusit shpejtësisë dhe me motor të vetin original. Marshin original edhe me motorin original. E që këtë qysh po do këtë kalëzëm? Kjo perfekt. Kjo është ma sportiv, së është ma i pajisën se këto dy tjerat, ko ma shumë sene ekstra. Këto dyja e pak ma simple, po ta është varet prej qefit. Amo kënë gjyrën të veçant njere. Qërë që po do këtë. Unë e menesha garant... Kë garant edhe kushton ma shumë. Me qëto specifika. Ka ma shumë pajisë, është ma ishtë. Apo? Unë e kom blet Toyotën Corolla 1.4 dizel para 10 vjetëve, e kom blet 0-0. Qëta shiko... Po. Qashtu e lyp Toyota më dhe. Qëta shiko 215.000 km të kalume. Hala nuk jem kontë të mjeshtri. Jo. Përveç frenave edhe një baterije që ja kom dru, hala nuk kom shku të mjeshti për asni shraf, asni kurgjeq. Kur të 215.000 kur e ke ble? 2016, 10 vjetë që më bështë është. 10 vjetë edhe s'ka rohesh. Hala asni herë. Nëse do në me ble kërë me majt, e blenë të ju. Nëse do në me ble me shita, bëden mas 2-3 vjetë me ble një matri, okej, merëm këto tjerat, po... Do me thonë që kjo është timoni, obviously, qartazi. Qërë thashti, Toyota i ka këto modelet më rana, e ka një farë rahatije, një farë standardinës me qujt, po eksperiencën taman më do këtë që e merë në vozitje. Që aty e ka pikën më të fort, absolutisht fantastik. Qërë që pas ka këto GR pishkërun. Që aty? Si me kom për gora, op, taman. Okej, jemi me drejtorin general të Toyotës për Kosovë, zotin Bujar Hoxha. Bujar, fantastika, i jashtëzakonshëm. Sidomos që kjo modeli i koqës edhe ngjyra po t'i merr syt.
Do me thonë tjetër nivel, po do RAV4 i ri. Absolutisht është modeli më i ri i RAV4-shit, gjenerata 6. Kësaj radhe kanë prodhu me një stil të ri, cili është GR. Okej. Siç po shihet, Çfarë i bën GR bujara? Është më sportske, është pjesa e Toyotës që është sportive. Okej. Edhe ku me këtë logon GR marrim pjesë edhe në për rally. Edhe në garat ndryshme është Le Mans 24 orë ku merr pjesë edhe Toyota, e gjithashtu edhe në World Rally që disa vite Toyota është e mban vendin e parë. E cila është specifika më e veçantë e RAV4-shit të ri, bujar? Diçka që i ka mungu modelit kalu me modeleve tjera. Po si çdo model i ri vjen me pajisje tjera inovative të teknologjisë, posaçërisht në aspektin e infotainment. Niveli shumë i lartë i sigurisë në rrugë për pasagjer, gjithashtu edhe është eficient, harxhimit i ka shumë të ulta, gjenerata më e re e hibridit. Kështu që në këtë përpos saj do ta kemi edhe pluginin i cili vjen mas disa muajsh. Kjo është hibrid. Kjo hibrid, ndërsa plugini e ka aspektin teknik që mundet edhe me u mush me rrym, ku përfiton vozitje me rrym, totalisht me rrym deri në 100 km. Çfarë autonomie? Autonomia është diku 100 km nëse e mbush po. Domethënë, mas asaj kthehet në hibrid normal, po përparësia është që vozitësh e bën një pjesë të vozitjes posaçërisht në qytet. Ku me 100 km, domethënë nëse e mbush një herë në 2 ditë i ki non-stop vozitësh me rrym. Edhe kostoja do të jetë për klientin shumë e ulët, për arsye se vozitësh me rrym. Nuk e ke atë që i themi range anxiety, atë ankthin e autonomisë apo kur kime mjetë pa rrym apo kur s'kime mjetë pa rrym. Sa i keni shi deri tash buja? 15 copa janë të shitura dhe presim që... Do me thonë gjatë javës kena me bon qytet? Po, shpresoj definitivisht do të cilën e qytet. Jemi me Yllin nga Toyota Kosova, po ashtu nga sektori i financave. Yll, po besoj ti je ma kredibil, ma legjitime na vol për çmime. So ka me qenë çmime i këtij modeli RAV4-shit të ri, do me thonë prej nesër kur është i disponueshëm për blerje. Çmimet e Rovit Burim kanë mosil prej 48.000 deri në 60.000. Momentalisht çka dallon për shembull 48.000 deri në 60.000? Varësisht çfarë i dallojnë paka shumë në opsione. Shkojnë të jushtu opsionet, senzora, LED-a, ekrana, ulcet me nxemje, ulcet me ftofje, volani me nxemje. Domethënë shkojnë se cila paket manalt e manalt. Amo pe 48.000 deri në 60.000, domethënë që kjo është Paka shumë po, motori është 2.5 benzin full hybrid, me garancion 10 vjeçor në motor edhe ndrus ose 200.000 km. Përveç asaj bateria e ka garancionin 10 vjet ose 1 milion kilometra. 1 milion kilometra? Ua, e që kjo, a bën tash ma të shtrejt në gjyra këto? Se one hamencova pak, tash garant ma i shtrejt ko me konë se shumë të veçan në gjyrën. Edhe në gjyra, alun rëll pak, jo në i sanë shumë, mundet me lujt 700-900 euro, jo në i sanë shumë. Sans janë për marakli. Kur gjëhish, për marakli si do mos. Po, për shambull paketa ma nolta është paketa premiume, të a i shtohen sound sistemi JBL, fellnet pak ma ndryshe, kamera 360 shkollën, do të pajisi pak ma të luksit. Mande kjo është GR Sport, është look i GR-it. Do më thonë është ona garuse e Toyotës, me thonë e ka GR lookën, e ka... Më kalzoj bujari. Mamjen pak ma agresive. Ma agresive, e vërtet, ma sportski, po t'jep adrenalin, se Toyota zakonisht se ka pas ma klasi. Krejt ndresën me e vërtet. Ej, qika që pëjme e njerës prej eventit të lancimit të RAV4-shit të ri 2026 të Toyota Kosovës prej nesër, gjatë javës sigurisht keni po në qarkullim në për Prishtinë në për Kosovë, këta 15 vetura tilla veç janë shit në tha bujari, drejtore. Unë jam Burim Bacolli me që ta më gjeni në këtë platformat, siguroni një follow me ma bo, ku do që më shini.